Përshëndetje, mirë se vini në këtë episod super special të podcastit ton. Kemi vendosur me nis një podcast dedikuar fuqizimit femrave në biznes dhe në karrierë në profesionet ndryshme. Bashkëmoderatorë do kem Valbona Begollin, founder, themeluese Alba Academy dhe komunitetit Women Who Lead. Mirë se erdhe, faleminderit. Kënaqësi që jam sot me ty sërish në këtë rol ndryshe. Uroj që të kemi një rrugtim të bukur me eksperienca të reja, me histori interesante dhe me zonja dhe vajza dhe të rinj që do na frymëzojnë me idetë e tyre dhe me punën që kanë arritur. Valbona, çfarë duhet presin njerëzit nga ky produksion ose nga këto episode që ne do zhvillojmë? Përveç praktikave më të mira në biznes, përveç ekspertëve të ndryshëm, çfarë do presin njerëzit nga këto episode? Patjetër që këto që ti përmende janë shumë të rëndësishme, ajo që unë dua të shkojnë është dhe pjesa e motivimit, pra të gjejnë veten e tyre, të nisin hapat, kanë mbështetje, kanë le të themi si mentorship nga ekspertët që do vinë, free, edhe t'i ndihmoj që ata të motivohen dhe të ndjekin ëndrat e tyre dhe të bëjnë idetë e tyre realitet. Para se të vazhdojmë se çfarë do marrin njerëzit nga episodi jon, të bëjmë një hap mrapa tek sipërmarrjet tuaja. Tek fillimisht Alba Academy. Pse ke vendos për me nis një gjatë tillë? Mendoja që në fillimet kishte një hendek në treg, rritje e kapaciteteve dhe rritjen e vazhdueshme në sipërmarrje dhe në profesione të ndryshme, mendoj që ende ne nuk e kemi si kulturë në Shqipëri, duke trajnimi si humbje kohe shpeshherë, se sa si një angazhim impenjativ për të rritur, për ndryshuar, për të kaluar në një nivel tjetër. Dhe kjo na bëri që të jemi pak skeptik dhe ta fillonim këtë gjë. Nuk është e lehtë, është një proces i vështirë, po jo i pamundur. Mendoj që njerëzit kanë filluar disi të ndërgjegjësohen dhe të rinj të reja dhe vajzat e gjejnë si një mbështetje apo një busull orientimi në karrierë apo në sipërmarrjen e tyre. Po pjesa Women Who Lead, ku ndryshon me Alba Academy? Ajo që bën diferencën është të bësh biznes në Shqipëri është si të hecësh me makinë errësirë. Patjetër që mund ta gjesh rrugën, por mund të bësh shumë gropa. Kështu që ajo që duam ne është të mbështesim këto gra dhe vajza të reja, por edhe djemë sa kanë parë janë përfshirë në këtë dhe nuk dua t'i përjashtojmë. I japim fokus më shumë grave sepse gratë janë ato që kanë nevojë më shumë për mbështetje, kanë nevojë më shumë për support, për network, që mos përkushtohen kaq shumë 80% në biznesin e tyre, por të humbin energji duke gjetur orientimin, po të kenë një grup ekspertësh, mentorësh, një network më të mirë, një ndarje eksperience më parshme që mund ta shmangin, qoftë pozitive apo negative që mund ta kenë në rrugtimin e tyre, së të dyja janë paralelisht, dhe ne duam t'i suportojmë këto vajza dhe gra që të rriten dhe të kenë mundësi për të arritur më shpejt, sepse Giulio koha është ajo që na bën diferencën. E përmendëm pak më parë dhe bashkë që ne mund t'i arrijmë gjërat tona që duam, po varet në çfarë periudhe. Pra për t'i arritur më shpejt duhet një support, trajnuesësh, mentorshipësh, networku që të suportojmë njëra tjetrën dhe të zhvillohemi më shpejt. Tek trajnimet që ju ofroni. A trajnohen vetëm në pjesën e karrierës, biznesit, apo edhe si me gjetë një balancë edhe për kohën për familjen etj. Apo është vetëm straightforward professional? Jo, kemi një sër aktivitetesh. Fillimisht e kemi nisur me trajnimin si vizioni, brendi personal, inovacioni, AI, teknologjia, menaxhimi i kohës, balanca në familje, gjetja e hobëve dhe pasionet për veten, sepse nuk do jemi kreativ në rastin e nuk do dim çfarë duam të bëjmë në kohën e lirë dhe do thuash shumica e vajzave janë shumë të angazhuara në rritjen e tyre dhe harrojnë veten, pra si të gjejmë të balancën që sapo përmendë, që nuk është e lehtë, është pjesa më e vështirë. Do kemi ritrite, do kemi aktivitete, do kemi dhe network evente, pra konferenca, jo vetëm të fokusohemi në trajnime. Trajnimet mund ta vinë në forma të ndryshme duke u përfshirë në këtë komunitet. Të qenerit vetëm po themin karrierë ose në biznes për një femër. A është 100% faji në thojza i rrethanave apo deri diku është edhe zgjellje? Mendoj që mund të jenë të dyja. Të bësh biznes në Shqipëri është një rrugtim i vetëm dhe sfidat më të mëdha për një vajzë apo një grua është të luftosh me mentalitetin, me burokracitë, me vështirësitë që hasin në network, në krijimin e partneriteteve dhe mendoj që
deri diku na është imponuar si një gjë e tillë dhe në një anë tjetër kalon si një zgjedhje. Pra mendojmë që vetëm mund të shkojmë, po nuk shkon shumë gjatë. Vetëm mund të arrish disa gjëra, po jo të rritesh në atë pikë që ti mund të duash për veten tënde që të kesh sukses. Pra, mendoj që duke qenë pjesë e një komuniteti mund të rritemi shumë më shpejt dhe të zhvillohemi shumë më herët në aspektin ekonomik dhe të pavarësisë ekonomike se sa të luftosh e vetme në gjithë këto pengesa që hasim rrugës. Pikërisht tu desha më ndal. A mundesh me bën një ilustrim sigurisht të njëjti person, por në dy versione të ndryshme, që zgjell ose për shkak të rrethanave me vazhdu vetëm rrugtimin e saj, edhe në rastin tjetër është pjesë e një komuniteti suportues me mentor të ndryshëm, me ty. Tham që është një zgjedhje, se ka njerëz që funksionojnë dhe më mirë vetëm, nuk mund të themi që ata nuk do jenë të suksesshëm dhe mund të arrijnë, por suporti këtu është më i madh. Në rast na duhet një informacion në aspektin ekonomik, mund ta marrin nga ekspertë të ndryshëm në komunitet. Në rast se na duhet një network, një telefonat, një ditë mora aty dhe gjeta një network tjetër që unë nuk e kam pasur më përpara. Nuk i kemi të gjithçka. Mund të kem zonja në network, por nuk isha në fushën e mjekësisë me sa di unë që folëm një ditë. Pra, qasja është shumë më e shpejtë, suporti është më i shpejtë dhe duke dëgjuar qoftë dhe problemet, se nuk jemi kaq perfekt, ka dhe problematika të ndryshme, po duke dëgjuar këto probleme na arrim të kuptojmë që jemi në hapat e duhur për të shkuar më tej. Pra, rrugtimi është aq i bukur dhe i vështirë, por duke qenë pjesë e një komuniteti dhe duke mbështetur njëri tjetrin, mund të arrijmë shumë shpejt në ato gjërat që ne duam. Duke hecur në rrugë të vetmuar, procesi është më i gjatë, më i vështirë, më me pengesa dhe mund të lodhemi dhe mund të demoralizohemi më shpejt gjatë vështirësive që ne do hasim në rrugë. Të kuptoj. Cilat janë kriteret, po themi për një femër ose një grua që të bëhet pjesë e Alba Akademis ose Women Who Lead? A ka ndonjë kriter ose ndonjë filtr? Ne kemi vendosur disa kritere fillimisht të kenë dëshirën për të bërë biznes. Më pas pam që ka dhe profesionistë të ndryshëm që mund të bëhen pjesë, sepse kemi nevojë dhe për ekspertizat të tjera. Nuk do të thotë që njëri është i arrir vetëm në biznes. Mund të jetë në fusha të ndryshme si sporti, si argëtimi, si media, si mjekësia, gjithçka. Pra, mund të kemi profesioniste të reja që duan të përfshihen, qoftë për dhënë kontribut, por qoftë dhe për të marrë nga ekspertiza e zonjave dhe vajzave të tjera që mund të jenë në sipërmarrje. Kryesisht e kemi thënë për vajza dhe zonja që duan të hapin një biznes, po kjo nuk përjashton dhe profesionistë të ndryshëm që duan të përfshihen në këtë komunitet për të ndërvepruar me njëri tjetrin. Për femrat që dojnë me hap një biznes, edhe për meshkujt, po shumica njerëzve mendojnë që duhet një kapital fillestar. Qa do i thoje njerëzve? A ka në i mundësi me nisë edhe ndoshta, s'po them me zero komplet, po me nisë diçka ma... Nuk mund them që s'është e vështirë, varet nga lloji i shërbimit dhe produktit. Ajo që është e rëndësishme është që të kuptojmë mirë çfarë duhet të bëjmë, çfarë duhet të ofrojmë. Gjëja më e rëndësishme është kjo, çfarë produkt apo shërbimi do të ofrohet, se ka produkte dhe shërbime që mund të ofrohen pa një kapital, po ka dhe gjërat e tjera që duan një investim fillestar dhe nuk mund ta themi në tërësi këtë gjë. Ajo që mund të thoja është që më rëndësi dhe më vlerë është të kuptojmë çfarë ne duam të ofrojmë dhe kujt klienti orientohemi dhe çfarë problemi ne zgjidhim. Në rast se kuptojmë këtë, kemi gjetur atë çelësin e suksesit, sepse klientët do vinë vetë tek ne edhe shitja apo produkti jon mund të jetë, shërbimi jon mund të ketë vlerë dhe ndoshta ndonjëherë ka përzen atë vështirësinë e kapitalit fillestar. Por pa e kuptuar këtë është shumë e vështirë. Tani, patjetër që ka mundësi financimi të vogla për të startuar, ka grande shumë për startupe që jepen, por duhet futesh në një kompeticion që kërkon sërish një para përgatitje, qoftë në prezantim, qoftë në të njohësh disa detaje të biznesit, se nuk mund të shkosh pa përcaktuar vlerën që ti përçon. Pra, kush do ta blej produktin dhe shërbimin tënd? Çfarë qëndrueshmërie do ketë që ti mund të kesh një financim? Ka instrumenta të shtetit që të vogla që mund të ofrojnë prap një suport. Kështu që mundësi ka pafund tani. Mund të marrësh dhe një investim të vogël nga kompani të mëdha që mund të suportojnë për startupe të reja që e kanë si përgjegjësi sociale.
Por shumicën e rasteve më thënë të bazohemi tek vetja, pra të rrisim vlerën që ne ofrojmë dhe të kuptojmë kë klienti shërbejmë, çfarë segmentimi të tregut kemi, sepse nëse dalim në tërësi pa patur një fokus, nuk do rritemi shpejt dhe nuk do kemi gjithkohën mundësi për financim. Pra biznesi nuk stopon ndonjëherë. Arrim në një fazë që duam prapë rifinancim për të bërë gjëra të reja apo për të zhvilluar në aktivitetin tonë. Shumica njerëzve kanë këtë tendencën me mendu që për me hap një biznes duhet bëj diçka super inovative ose diçka që nuk ekziston etj etj. Unë kam pa diçka në internet që thoshte mundesh me pa një biznes që funksionon already, tashmë edhe mundesh me bë më shpejt, më mirë ose më lirë për shkak. Kjo është një qasje shumë smart. Unë e them këtë gjë, nuk ka nevojë të shpikim rroton, e kanë shpikur tjerë para nesh. Ajo që ne duhet të bëjmë është të gjejmë një ide që edhe na përshtatet. Jo vetëm ajo funksionon për dikë tjetër, por për ne ndoshta nuk kemi njohurit për ta zhvilluar atë gjë. Pra duhet ta duam ose ta dim ta bëjmë. Janë dy versione. Por përveç këtyre, patjetër që mund të bëjmë ta sillim në qasje ndryshe nga që kanë sjellë të tjerët. Dhe kemi shembuj plot online, tani po funksionojnë dhe biznese AI që krijon edhe shesin shërbim online. Kështu që ka pafund ide, e mira është që të jemi ndryshe, se po nuk qemë ndryshe, nuk sjellim diçka interesante për klientët tanë, kështu që qasja do të jetë inovative, pa shpikur diçka shumë inovative. Kuptova. Valbona, duhet se s'ban me bë një biznes që e ke pasion ose ke dëshirë me bë? Kur i ke të dyja këto, them nuk ka se si mos shkëlqesh dhe mund të jesh ekselent, por patjetër që mund të bësh biznes edhe ku s'e ke aq pasion. Pra, shikon nga nevoja që tregu mungon dhe pastaj zhvillohesh në atë fushë dhe rritesh. Mjafton ti të kesh dëshirën për ta bërë. Pra, të kesh dëshirën për të përfshirë në sipërmarrje, që është një rrugtim që mbart disa përgjegjësi që shumë pak njerëz mund t'i kenë. Këto veçori që të mbajnë përgjegjësi mbi supe për të vënë këtë motor që të funksionojë. Të kuptova. Di që ke një vlerësim shumë të madh për brandin personal. Pse mendon se është kaq i rëndësishëm? Edhe di që ja sugjeron gjithë kryesisht femra apo gjithë njerëzve që ti e di më mirë se unë se sa i rëndësishëm është. Je një nga personat që më këshillon për këtë gjë. Për mua vonë e kam kuptuar, le të them. Nuk është se ka qenë një nga gjërat e mia parsorë ndër këto vite, por një biznes të bësh biznes tani në Shqipëri, nuk ka qenë në mendësinë që të shfaqesh, të tregosh se çfarë bën etj, por kjo ndihmon shumë më shumë biznesin për të arritur, sepse kur ti ve fytyrën tënde para një audience, krijon besueshmëri. Njerëzit lidhin biznesin me ty. Krijon emocion ndaj njerëzve, pra krijon marrëdhënie me klientët e tu. Dhe kjo tregon që produkti apo shërbimi mund të shitet më shpejt dhe mund të kesh një impakt më të madh. Edhe në kohën e sotme është një domosdoshmëri. Nëse do flisim përpara ishte një trend, sot është domosdoshmëri, krijimi i brandit personal, përçon gjithçka që ne jemi, vizionin e kompanisë, kush person e drejton, ku do të shkojë kjo kompani dhe çfarë i ofron, çfarë vlerë ofron konsumatorëve të vet. Kuptoj. Ti më ke thënë që do kisha dashur ta nisi brandin personal online edhe më herët. Po un kam vuri tek ti që ti në fakt e ke një brand personal offline, sepse ti shkon vazhdimisht, ke shku prej vitesh në trajnime, në konferenca etj. Kështu që edhe ato që ndoshta kanë pak probleme me dalë në kamerë direkt, munden me punu fillimisht edhe me brandin offline. Mendoj që ndërtimi i një komuniteti do një investim në kohë, edhe është një nga gjërat më të mira që mund të bëjmë, sepse dalja jashtë nga biznesi na bën që të vim përsëri pas dhe të kuptojmë sa hapa duhet të rritemi dhe si duhet zhvillohemi. E kam bërë në mënyrë të pavetishme në atë kohë, por dëshira ime për të rritëzuar, për të qenë pjesë e networkëve të ndryshme dhe për të kuptuar veten se si pozicionohem në këto network. Më pas e kam kuptuar, kam kthyer kokën pas, kam parë që shumë njerëz më njihnin pa e kuptuar. Dhe kjo më dha fuqi dhe mundësi për të dalë më pas dhe online, nga offline-i në online. Dhe është e vërtet kjo qasja ime ka qenë në këtë mënyrë organike, sepse angazhimet e mia kanë qenë më të shumta në atë kohë. Por që
ndihmon shumë që vajzat, zonjat të lidhen sepse meshkujt e kanë më të lehtë të ulen në tavolina dhe të mbyllin dille. Zonjat e kanë më të vështira. Akoma dhe një konferencë kur unë shkoj, e kam shumë më të vështirë të jap kartvizitën. Edhe meshkujt e kanë të vështirë që të afrohen të japin kartvizitën në takime biznesi. Por duke qenë pjesë e një networku dhe një grupi, e ke më të lehtë që ti të prezantohesh dhe të ofrosh atë gjë që ti ke. Dhe kjo është qasja më pozitive që gratë duhet ta bëjnë dhe vajzat, gratë, më duket shumë fjalë e madhe, po preferoj të them vajzat. Okay. Vajzat mund ta bëjnë dhe të kenë mundësi për të rritur në një mënyrë pak më të shpejtë. Okej, super. Di që ke një pasion ose një open mind edhe për pjesën teknologjisë, përveç marketingut që the, edhe për AI. Ti personalisht ose kompania jote, si po e përgatisni veten për me implementu AI? Është një nga gjërat që është domosdoshmëri tani, Xhulia, si brendi personal edhe AI. Nuk është diçka që kemi luksin të presim dhe të rrim në kohë ta vëzhgojmë si diçka që është nga e ardhmja, është në të tashmen, është shumë e prekshme. Në rastin e do rrim kështu pa u përgatitur, do dalim jashtë tregut shumë shpejt, sepse një konkurrenti jon mund t'i bëjë gjërat më shpejt në kohë, më të avancuara dhe mund të ofrojë gjëra më inovative se ne. Si po përgatitemi? Është një proces i vështirë, nuk është i lehtë. Përqasja e stafit, mënyra e angazhimit, deri diku ishte tabu përdorja e chatit apo AI, dukesh sikur nuk kemi aftësi, po kërkon njerëz më të përgatitur se sa njerëz të zakonshëm, sepse ajo që ne i japim AI-t, atë marrim mbrapsht. Pra nëse nuk kemi informacion e duhur, nuk marrim një dokument apo një informacion të saktë. Dhe përgatitja do të jetë shumë e madhe dhe AI na bën të mendojmë që stafet do të jenë më të përgatitura, më të avancuara dhe të dalin nga gjërat bazike dhe të merren me gjëra më si thua, më drejtuese, më të mirë të menduara, jo kaq standarde. Mos merremi me gjëra operacionale më. Të kuptoj. Tek pjesa e akademisë ose Women Who Lead të komuniteti, cilat janë disa nga pyetjet më të shpeshta që të bëjnë gocat, vajzat në biznes. Ndoshta për aspirueset, ndoshta ato që aspirojnë me ndërtu diçka. Si më thonë, cilat janë ato pasiguritë e para që kanë, që ndoshta kur ta shohin këtë videon para se marrë ti, ndoshta të punojnë pak me veten, të vinë pak më të përgatitur. Pra në krijimin e ides më shumë, pra nuk dinë se çfarë duan, vinë me një ide ndryshe, ikin me ide tjetër më pas, ose si mund t'i gjej klientët, si mund gjej tregun tim. Shitja është procesi më i vështirë, kur njeriu dit arrit bëj shitje, bën gjithçka më pas, mund të menaxhoj gjithçka tjetër. Pra, procesi i shitjes dhe më pas është kanë frikë të mbajnë staf. Nuk dinë të drejtojnë stafin. Edhe këtu është një problem. Pra, dy janë gjërat më kryesore. Shitja të klientit dhe menaxhimi i skuadrës. Po këtu do thoja që një nga gjërat që ne vajzat ose zonjat mund të bëjnë është të përzjedhin njerëz që përshtaten në kulturën e tyre, mentalitetin e tyre dhe të shikojnë njerëz të përgjegjshëm. Pra, të gjejmë ekip që është i përgjegjshëm, që mban përgjegjësi. Se kjo është sfida më e madhe në ditët e sotme, jo që të jetë kenë aftësi, se aftësi teknike mësohen. Siç i kemi mësuar të gjithë, po njerëz që kanë dhe mbajnë përgjegjësi për t'i çuar gjërat aty ku duhen janë shumë pak. Pra, të gjejmë dhe të përgatisim një brez të tillë që mban përgjegjësi për punën e vet dhe nuk i pason përgjegjësitë ke ekipi ose ke drejtuesit. Një ndër problemet më kryesore që unë shikoj si përmarrësit është pjesa e delegimit, që e kam pasur unë. Mendojnë që nuk e bën askush punën siç e bëjnë. Po, është ajo pasiguria. Si e ke te kaluti këtë? Si e ke zgjill të vetja o të biznesi atë? Gradualisht, Julia, nuk ka qenë në një ditë ky ndryshimi, është dashur kohë që unë të kuptoj që duhet delegoj punët e mia tek njerëzit, që ti besoj atyre ta bëjnë punën siç do e kisha bërë unë. Duke kriju besim, duke bërë ca gjëra jo aq mirë sa ç'duan dhe duke i bërë njerëzit që ekipin që unë punoj më të përgjegjshëm për të bërë atë gjën sikur jam unë. Tani ka kaluar e kundërta, më duket sikur ata janë bërë më të përgjegjshëm në disa gjëra dhe më vetë korrigjojnë ose më korrigjojnë dhe mua në shumë raste në gjërat që unë bëj. Edhe kjo ka ardhur vetëm duke dhënë çelësi i kësaj është besimi. Të besosh njerëz edhe ndaj një procesi të vështirë që gjatë rrugtimit nuk ka qenë perfekt.
Ka pasur momente të vështira, ka pasur momente që kam besuar të njerëz të gabuar, por ky është proces dhe nuk duhet ta humbim besimin dhe dëshirën për të krijuar këtë ekip dhe për të rritur duke marrë parasysh të gjithë gjërat të mira dhe të këqija të këtij rrugtimi. Të kuptoj. Të futemi pak te pjesa teknike e menaxhimit skuadrës. Po themi për femrat, e dim që janë pak më shumë emocionale, ndërsa meshkujt janë pak më shumë logjik. Biologjikisht. Edhe racional. Po. Për shembull kur ka konflikte në skuadër, shumë drejtues bëjnë gabimin që atë kritikën e japin në publik, si më thon, sy të skuadrës, ndërsa atë lëvdatën nuk e japin atë shkollaj. Si funksionon tamam? Kritika duhet jepet në privat apo duhet jepet në sy të skuadrës që ta kuptojnë edhe të tjerët? Ne këtë e dim se dhe një fëmijë nuk të lejon më ta kritikosh në publik, jo më stafin. Ka ndodhur, nuk kemi pas kulturë shumë të mirë fill, por gjërat kanë ndryshuar, mendoj, sepse shumë kompani edhe në Shqipëri kanë një kulturë edhe kompanie që kanë ditur të ndërtojnë skuadra dhe kanë ditur të ndërtojnë marrëdhënie me stafet e tyre. Patjetër që jo në publik është një gjë shumë bazike që duhet thënë, por të ndërtojmë njerëz të përgjegjshëm që mos kemi njerëz pasiv, që thjesht kemi gjetur këtë proces, unë kështu e vazhdova. Njerëz që duan të rriten, të kenë ambicie, të jetë një staf që të ketë dëshirë për të rritur. Nëse s'ka një ambient që i rrit njerëzit, njerëzit largohen pas edhe nuk qëndrojnë aty. Pra, ky është thelbi i gjës që ndërtojmë ekipe që të kenë ambicie, të kenë dëshirë për të rritur dhe ne t'i tregojmë rrugën ku do shkojnë. Vretjet është një, le të themi, gabimet që mund ndodhin, është procesi i rritjes, edhe ne kemi gabuar. Kush nga këta drejtues pas ka gabuar? Kush nga këta drejtues ka falimentuar ndonjëherë? Të gjithë. Pra, gabimet na mësojnë që ne se si të rritemi. Edhe unë vlerësoj ke stafet ku din të korrigjojnë gabimet e tyre. Ajo që unë kërkoj është jo që mos gabojnë, po të din të korrigjojnë gabimet që bëjnë. Ky është procesi më i mirë i rritjes dhe na mëson që ne si të zhvillohemi hapat më tej. Se edhe për suksesin është mirë që të motivohet, po unë do thoja më mirë të ketë një plan motivimi, që këta njerëz të dinë kur arrin këtë rezultat çfarë motivimi kanë, qoftë në karrierë, qoftë në aspektin financiar, qoftë në tituj e gjithçka. Pra, më mirë të krijojmë sisteme motivimi dhe sidomos për gratë, kam thënë dhe diku tjetër, mungojnë këto sisteme, se gratë shihen më shumë si në nivel menaxherial, pra që të bëjmë procese pune, po jo në nivel drejtues. Dhe unë do doja më shumë gra në nivele drejtuese, që të kenë aftësi më të preta, më menaxheriale, më vizionare, jo thjesht të jenë operacionale. Dhe po ta vëmë re, shumica e grave janë në nivele operacionale, menaxheriale, po jo në nivele drejtuese. Ka shumë pak gra, edhe në korporata, edhe në institucione që janë në nivele drejtuese. Tash do të vendos pak në siklet. Filluam. Okej, vjen S'mi ke thënë këto. Jo, kjo ishte e mendova tash. Me që jemi te conflict management në skuadër. Vjen një punonjës ose një bashkëpunëtor i joti o thot Valbona nuk më pëlqen kjo si e mendon ti ose ky tasko që më ke dhënë. Po e thot me një lloj tonalitetit kështu. Jo shumë të këndshëm. Si reagon? Më ke bërë pyetjen më interesante deri tani. Kjo është më interesante janë këtë çifte. Okej. Tash më rapa do i bëj kështu. Këtë e kam studiuar edhe në menaxhim, por ne duhet nxisim konfliktet. Hera parë se një gjë. Patjetër. Duhet nxisim konfliktet në biznes? Sidomos në një mbledhje duhet nxitur konflikti. Dhe gjërat shpërthejnë dhe të thuhen dhe aty dalin dhe gjërat më të bukura dhe më produktive. Mu më pëlqejnë ku stafi debaton dhe ku kundër vepron, do të thotë që ka karakter, ka potencial, ka kundërshtim dhe ka njerëz që duan të rriten. Nëse ne kemi njerëz poshtë vetes që na thonë çdo gjë që është shumë mirë, bravo, të lumt, atëherë ç'a vlerë ka? Si do rritemi për te? Si do krijohet debati? Çdo debat sjell rritje. Debat konstruktiv, nuk them që ti thym gjitha aty në mbledhje. Flasim për një debat konstruktiv. Debatet janë gjithmonë një shenjë e mirë e shëndetshme që tregon që biznesi po funksionon. Nuk mund të jemi gjithkohon që çdo gjë është perfekte, se si janë perfekte. Kështu që liderat e mirë nxisin dhe konfliktin, nxisin dhe motivimin në këtë rast, sepse nga një konflikt dalin gjëra produktive dhe rriten dhe zhvillohen njerëzit dhe kjo na bën që të kemi sa më shumë zhvillim.
Valbona, pyesin shumë veta si ti gjej klientat, se mirë e gjeta problemin që do zgjill, e kam një lloj MVP-et ose një lloj produktit ose shërbimit që do ofroj. Tash ku gjej klientat? Një nga gjërat më të rëndësishme është të bëjmë takime B2B, të orientohemi drejt klientëve tanë, të bëjmë një prezantim nëse jemi në fazat fillestare. Patjetër që eventet dhe konferencat na ndihmojnë që ne prezantohemi, ku do të prezantojmë vetëm, kush jemi, çfarë ofrojmë, pse kemi ardhur këtu, çfarë vlerë shtojmë, patjetër që ka rëndësi. Dhe një pjesë shumë e rëndësishme është dhe online. Pra, rrjetet sociale kanë një rol të rëndësishëm për të krijimin e brandit, për impaktin e kompanisë dhe individuale, kështu që mund të ofrohet dhe aty drejt për drejt tashmë, që është një mënyrë shumë e shpejtë për të na arritur në aspektin e shitjeve. Janë disa forma, nuk mund të themi një formë. Forma më e mirë është takimi B2B, më pas eventet dhe e treta është online. Okej. Do të kundërshtoj pak, unë mendoj që është online e para. Okej. Se kur shkon në evente, ti një 5 minutën e parë do e harxhosh duke thënë të njëjtin skript. Përshëndetje, jam Giulio, bëj këtë. Edhe ti sapo humbe 5 minuta me një person. E vërtet. Ndërsa ajo që më ka ndodhur mua personalisht është kjo që para 2-3 vitesh po them, kur nuk njihshin shumë, këtë gjë bajellon. Humbisja 5 minuta duke u prezantu. Po më shkoshin 3-4 orë, se unë shkosha kështu me synime. Ndërsa tani, s'po them që jam atë shumë i famshëm, po disa më njohin edhe kalon si më thon muhabeti direkt në një nivel B2B. Pra, nuk thon kush jeti, po si shkojnë video, si shkojnë podcasti etj. Themi anën e kundërt, pra, online, konferenca network dhe B2B. Po, kështu mendoj. Qasja ime ka qenë para ca vitesh ka qenë kjo ndoshta dhe prandaj ta thash në këtë formë. Po e vërtet, kohët ndryshojnë dhe qasjet janë totalisht më ndryshe, më shpejt, më smart. Dhe kjo është një nga mënyrat më të mira që dhe unë po e bëj tashmë, kështu që. E nigjojmë shpesh këtë fjalën smart work. Çfarë do të thotë tamam smart work? Se është shumë fjalë generale. E vërtet, do të thotë që atë një proces pune që ne e bënim për 8 orë dikur, sepse nuk kishim ekspertizën e duhur, nuk kishim njohurinë e duhur për ta bërë, me kalimin e viteve, ti këtë proces duhet ta bësh shumë më shpejt, qoftë nëpërmjet AI-t, qoftë nëpërmjet online-it, qoftë nëpërmjet teknologjisë tjetër që të automatizon proceset. Kjo do të thotë që të ofrojmë një shërbim apo një produkt shumë më shpejt në treg dhe në një formë më inovative. Kjo do të thotë të punosh smart dhe jo hard. Valbona, cili është eventi i rallës te Women Who Lead? Edhe cila është tematika? Giulia, e di që je shumë kurioz, po qëndrojmë serioze këtë radhë, do na ndiqni në rrjetet sociale për trajnimet në vazhdim. Do e bëj stalk në rrjetet sociale? Okej. Shumë faleminderit. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Për gjitha pyetjet e rallës që keni, për episodet që do vinë, lidhur me biznesin, me karrierën, si të ndërtoni skuadrën, si të kaloni vështirësi të ndryshme në karrierë ose në biznes, mund të na i dërgoni në rrjetet sociale dhe do i trajtojmë. Të shtoja edhe diçka si bashkë moderatore tani, që mund të na shkruani nëse zonja dhe vajzat e reja ka një biznes interesant, një ide për të ndarë me ne, mund të kontaktoni tek Giulio dhe mund të përzgjidheni për të qenë pjesë e podcast të radhës. Ju faleminderit.